ditët e qëndrimit në Strasburg u përdorën për dënimin me forcën më të madhe, për paraqitjen e fakteve, dokumentave mbi situatën dramatike në narkoshtetin e Shqipërisë, diktaturën autoritare në Shqipëri. Në grupin parlamentar të Partisë Popullore, në seancat plenare të asamblesë parlamentare, siç mund t'i keni ndjekur, paraqitëm rrezikun e madh që organizata kriminale qeverisë shqiptare e kryesuar nga Edi Rama paraqet jo vetëm për shqiptarët, por paraqet për mbar Europën. Ne informuam dhe paralajmëruam të pranishmit se Edi Rama përbën një rrezik madhor për vendet e tyre, mbasi ajo është padrinua sot i karteleve më të fuqishme